Kemi parë kështu storjen shikues të dashur të përgatitur nga Nora, që na ka sjell atmosferë fantastike, siç din veç shoqja ime me përgatit, me organizu një farë forme. Është Zinën e kemi personalisht e kemi ftuar edhe në studio, përveç intervistave edhe ngarkesës që pat në storje si që keni po, e kemi ngarku ekstra edhe në intervist. Mirë se erdhe. Erzina, është knasi gjithmonë që të kemi në studio. Edhe jam ja gjithmonë, është hera dytë këtë. Po, është knasi shumë e madhe. It feels like home. Veç, kjo është edhe ma e mira, po, si në shpe. Herën e fundit, kemi pas një intervist, edhe na ke tregu që je duke u angazhuar për diçka tre, për diçka tënde, diçka personale, që është Zina. Edhe diçka që të ka përcjell të njëtën prej ëndrrës të fëmirisë. Dhe sot, po e shohim rezultatin. How it feels? Shumë djene mirë, dhe kemi kalu shumë mirë, sidomos masi që kum shti shumë kohë dhe pasion në këtë brand, edhe sidomos në event, so jam shumë e lumtur. Edhe premtina ti I ke majt, po, prandaj ne kemi fakte, tash mos t'i hy me data edhe me zonë, po për një me e ke diskutu që je shumë afër përgatitjes një brendi, sepse diçka e bukur nuk bëhet mrena natës, nuk bëhet mrena mujit, nuk bëhet për shumë shkurt, kështu që të është dash 2 vjetë kohë me punu edhe me qenë kjo që je sot, Zina. Në fakt, të gjitha produktet e veçanta është që prodhohen në Kosovë. Sa je e kënaqur ti me të gjitha këto rezultate të punës së dorës në Kosovë? Ajo ka qenë gjëra më e rëndësishme për mu, edhe kemi shumë talent në Kosovë, edhe kjo ka qenë idea që nga fillimi, me qenë punëdore, edhe jam shumë e lumtur që ka ardhur koha për mi taku njerëzit e duhur për me realizu. Për me realizu me njerëz punëtorë dhe profesionist, si që ka Kosova. Zina, kom marrë pak e mendime dhe prej të tjerëve të cilët e vlerësojnë mjaft lartë të gjitha gjëra që janë në web faqe, edhe kualitetin, edhe gjithë shka është e bukur, sidomos edhe aksesorët e gjana të tilla. Arsyeja pse i prodhon në Kosovë sigurisht është që dënë me promovu Kosovën edhe në vendet e tjera, nëse veç zgjerohet si mark. Edhe kjo është arsyeja për më duket, a? Edhe inshallah do zgjerohem international. Ajo është... Për të promovuar një farë forme dhe prodhimet tona vendore. Po, ajo, si tash ma heret, ajo ka qenë shumë rëndësishme për mu, sepse e di talentin që kemi në vendin tonë, edhe po, so do zgjerohem në shtetet tjera. Në shtetet e tjera, sigurisht. Edhe pse ke pasur mundësi këtë biznes me fillu qoftë edhe në kanat, mundësit e di, sepse të kam mike, kanë qenë të shumëta, edhe atje ti ke vendosë prej këtu, me u zgjeru andej, jo prej andej, me ardhë ndoshta këtu në Kosovë. Qka kërkojnë vajzat kosovare, shqiptare në përgjithsi? Si vishën ato? Edhe a janë të përshtatshme të gjitha këto që i ke bo, a janë për ato? Po, unë besoj që po. Po, unë besoj që po, se Meraki mundet mu vesh me një mosh ma të vogël dhe një mosh ma të vjetër. Se ki gjërat të ndryshme, ki rafa qanta, ki qantat likurës, me qmimet shumë ndryshme, i ki aksesort, i ki setrat, fundat për tani, so ki plot gjërat të ndryshme që gjdo vajzë mundet me gjithë vetë vetën, edhe mendoj që vajzët e kam pritë shumë mirë, edhe kualiteti ka qenë shumë i rëndësishëm për mu, edhe gjërat veçanta. Se mundesh me shku në dyqane tjera, që mundesh me gjithë gjërat e ngjashme. E mendoj që Meraki bjen diçka pak ma ndryshe. Nuk është vetëm e bukur, për ka edhe kualitet. Po. Besoj që po dënë me thonë. Kisha pas qef me të pytë për inspirimin. Ku e gjeni inspirimin për të prodhuar, për të dizajnuar kaq gjana të bukra? You know what? Gjithkon. Nuk është vetëm një ven. E gjej inspirimin nga mami im, e gjej inspirimin nga vajzat botrore, e gjej inspirimin në muzik, në art. Pastaj kur jemi të ngjyrat, ndoshta edhe natyra. Ashtu deshta me thonë.
S'ma more fjallën nga goja. Po. Sepse e kam parë natyrën në ngjyrat që i ke përdorë, prandaj edhe veçtash. Exactly. So, gjithkund, ndoshta një pemë e shoh e them, kjo ngjyrë është e bukur, ndoshta me prodhu në setër në ngjyrë ose me bë diçka kështu. So, inspirimet vjen nga gjithë anët. Çantat, po du më fokusu pak të çantat, sepse ndoshta kemi parë produkte të tjera që prodhojnë influencerë ose të tjerë, por nuk kemi çanta dhe aksesor. Është një guxim, është një hap tjetër, është një hap më përpara. Sa është e vështirë me u prodhu çantat në Me u prodhu? Well, është e vështirë, por unë si tash i kom gjetë njerëzit të duhur që e din këtë punë edhe bojnë me qaf. Edhe janë pundore shumica. Janë pundore, po, edhe për ata edhe kum vendos me bo çanta, edhe aksesor, sepse e kum pa hapësirën në Kosovë që mundëm me bo. Se edhe unë kur shkoj në dyqane, kërkoj çanta me qelësi, me një kualitet pak më të mirë, dhe thash, okej. Sepse nuk dallojnë nga çantat me trende botnore, Zina, duken shumë të bukura, shumë të punuara mirë, edhe dhe gjithçka edhe janë për të vlerësuar. Edhe kur i shikon, Likura është shumë e mirë, edhe kam brenda Ostarin si e vendosëm, është me ngjyra ndryshme, me different patterns, janë shumë të veçanta. Edhe ato pundore Rafa janë për madherore, janë tepër të mira. So i kum gjetë personat e duhur që e din punën e vetë edhe kanë këtë pasion. Dhe Meraki u inspiru një moment për Rafa nga një çantë që ka qenë pundore për mu. Edhe ato kum thonë, wow, kjo është diçka që duhet me pas krejt. Duhet me pas krejt, edhe është diçka që gratë tona në Kosovë e vlerësojnë se e bojnë, e kanë trashigim nga nënat e tëmve. E kanë bërë gjithmonë. Gjithmonë. Në jashtë nuk e kanë këtë. Në Kanada nuk kom dëgju një shoqe jam që mami vetë bën pundore shumë. E këto e kemi këtë. Në fakt, gjithmonë kanë qepur çanta, rroba, pundore, me çorap. Gjempera. Në fakt, në sezonin e dimrit është mirë me na sjellë edhe disa çorap dizajnuara të bukura, sepse hyn në aksesor. Të kemi pa Zina gjithmonë duke shumë e kuruar, duke shumë bukur, ashtu siç po dukesh edhe sot. Nuk kam dyshim që të gjitha janë Meraki. Edhe gjithmonë kanë rënë në sy aksesorët e bukur që i ke përdor. Sigurisht që nuk kanë mungu në koleksion as aksesorët. Inspirimin thamë se e gjejmë tek nanat, tek punimet e vjetra që kanë tradicionalen pak. Si e ke mendu ti këtë pjesën e aksesorëve? Janë të përzira pak edhe me tradicionale, me diçka të Kosovës? Jo shumë. Në aksesore ka qenë rëndësishme që janë gurt e tokës, natural, dhe unë mendoj që aksesorët të ndreqen total outfit, dhe gjithmonë të edin, si që mënë gjithmonë kam accessories, ajo është pasioni jem, dhe janë shumë të veçanta të gjitha, të lame me ari dhe silver plated. Yes. Po inspirimi me aksesorë vjen nga toka, nga janë ngjyrat e tokës dhe janë me gur natural. Exactly, gur natural. Gur natural. Më falë që po flasë ka njerë shumë, po pe di që po do me thonë edhe po mërona me ndimu. E di. Kjo është defekt profesional kur e ke musafirën dhe shoqe. Ata e di, se ma dentruren. Po, në fakt është defekt profesional tash edhe pak më herët kur musafirën e ki shoqe. Po gjithsesi, sukseset janë gjithmonë të një pasnjëshme kur punon. Po du me të pyet pak edhe në këtë pjesën personale, që nuk mundemi pa i kalu, Zina. Ke 2 fëmijë, edhe nuk është shumë e lehtë në këtë periudhë me i menaxhu të gjitha. Vetëm një grua e zonja mundet me i bo të gjitha. Definitivisht, sepse duke ditur moshën e fëmijëve që janë shumë të vegjël, shumë jo, po kushtimisht po them janë ende të vegjël,
ke pasion, ke dëshirë, ke vullnet me kontribu në mod, sepse kjo është një kontribut, është një prodhim vendor. Ashtu edhe është vështirë, është një sfid, sidomos që të edhen Iza dini jam akoma të vogël, por kam dim dhe kam pasion dhe ju mësuar me punu gjithmonë dhe I have the chance to do this, e kam opportunity për me dhonë ma shumë për venin edhe për t'i dhonë modës ma shumë. Në fakt, fëmijët është mirë kur shohin një nanë duke punu, sepse bëhen punëtore dhe vetë, sepse fëmijët nuk bëhen se qka ju fletë, po qka shohin. Kështu që është definitivisht është një privilegj me pas një nanë të tillë që është angazhume këtej. Edhe gjithmonë ku menu një ditë kur jem pak ma tritur, me artë të puna e mamit, me vizitu mamin, jo vetëm të puna e babit. Kam qaf një apat frymarjet dhe na nënat punojmë edhe mundë me bo gjithë shka. Flasim pak për marketingun që e ke bo. Ka qenë 10-10, ashtu si qenë edhe produktet, edhe gjanat e bukura. E kanë meritu një marketing shumë të mirë, një web faqe të bukur, fotografi të bukura. Ke gjetë një super ekip prapë. Po, e kam një super ekip, e kam ekipin më të mirë, dhe tepër të veçantë, dhe vizioni aligns, dhe punojna shumë mirë bashk, dhe po, në fakt më ka pëlqy shumë mendësia e një video të tillë promovuse, duke e treguar femrën të zonjën në gjitha anët, në kuzhinë me aksesor, duke gatuar me veshur bukur me aksesor, duke e kuros prapë bukur. Kjo e bën femrën edhe më të bukur, edhe në shtëpi edhe jashtë. Ajo ka qenë idea që ne si femra jena shumë multitasking e multidimension. Nuk di si me thonë që mu shprejtë. Multidimensionale. Dimensionale. Në fakt, për diri sa ne i po flasim, sigurisht po e shohim edhe këtë video, që është shumë e bukur, shumë do me thënë se edhe shumë pro femrave edhe grave. Si eshe nivelin e grave në Kosovë, Zina? Si të duken femrat në Kosovë? Mu duket mirë. Tani sidomos që kum punu edhe një kompani tjetër, ka pas shumë femna që kum punzu, edhe në ekran i shofim shumë femna, në gjithë anët të different work, ka femna, so edhe... Kanë të drejtën e punës, punojnë, flasin, nuk janë mësi për para, kjo gjë sigurisht që të pëlqen, dhe na pëlqen të gjithave që të kemi të drejtat. Edhe më pëlqen kjo që femna ka rëndësi në botë, dhe jemi punëtore. Definitivisht. And we're multitasking. Definitivisht. Kjo edhe një ndërto pa dyshim që jeti. Edhe ti shame thonë se edhe në event kur ke qenë, ato tartin është woman-owned. Po, të gjitha gratë. Dhe Meraki woman-owned, dhe tortja që na ka sjellë është woman-owned, so ajo ka qenë shumë e rëndësishme për mu, për mi lidh këto për të treguar në fakt fuqinë e gruas, që kudo që shkon e përkrah edhe gruan, edhe kjo është më shumë se fjalët, besoj. Zina, ne ishim në këtë event, edhe sigurisht e patëm një pop-up store aty, ku të gjitha patën mundësin me i pa edhe live, me i shiju, e pse jo edhe me i ble ato produkte, ato veshje kaq të bukura. Sa prej miqve të kanë thënë që je jashtëzakonshme? A të thojnë? Më thojnë, po. Më thojnë edhe jam shumë e lumtur, sepse... Sepse komentet e të tjerëve shpesh herë të bëjnë të ndihesh mirë. Po, normal. Sidomos kur punon shumë, shoqëria për ata është. Edhe marë që po flasim për një pasion, gjëra ma e fështirë është me shfaq diçka që kim brenda shpirt, edhe me tregu të bota, kuptan, është diçka, you get nervous. Like, adene ki pak fri. Ti siklet, po, stres, po. Po, në stres. Kur njerëzit thojnë fjallë të mira, për një gjë që... E zbusin, në farë forme. Zina, për fund fare, nuk të kom thirë një intervjist fare për kreshën, pytjet për kreshën, si që po e shetë tash më veç kanë fillu me uzbeh, njerëzit nuk po të pysin ma për ta.
Nuk është vërtet, po, në fakt është për diçka dhe ma të bukur, diçka që e ke kriju vetë edhe që është me shumë domethënie. Kresha pa dyshim që ka qenë për krahës në këtë biznes tëndin edhe ka përkrahur si grua dhe si femën, kështu që besoj është pasionuar dhe aj me punën tënde që ti e ke bo. Nuk është që e ka ditë nështë mirë se qka po dënë. Jo, edhe kur ja kom tregu në fillim, që nga fillim para 2 vite gjërat të marru, çantat, oh wow, nice, është mashko. Po ndryshe mandej kur i ka po tash. Tash kur e shef në detaj, website, marketing, dhe më shetë të punu. Up and down shkallëve të banesës të i marrë gjërat. Duke u përkushtuar nga jo që thamë pak më herën. E menoj që normal, edhe është shumë për krahas. E tha Kresha dhe aty në intervjist që është shumë krenar me ty, edhe me punën që e ke bo, kështu që na veç flasim ma shumë se që duhet, ndoshta, por gjithsesi edhe ti e përkraja arzakonisht shumë në punën që aje e bën, e përkraja bashkëshortore është diçka e pa koment. Po, pa koment, nuk mund është as me përshkru. E vërtet. Zina, unë si mike jotja të uroj sukseset më të mëdhaja, uroj që biznesit të zgjerohet dhe këtë shije të një vajze e shqiptare të shohin e gjithë bota. Faleminderit. Kjo është urimi jem. Po, inshallah, faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësi gjithmonë sa herë që të kem.